Mirëmbrëma, shikuesët të 7, po ndihni lajmet qendrore këtu në të 7. Edicionin e nisim me ngjarje tragjike nga qyteti Ferizajt. Në emergjencën e kësaj komune, një foshnjë e posalindur ka vdekur vetëm pak orë pasi erdhi në jetë. E në rrethana që tashmë janë duke u hetuar, por dyshimet çojnë drejt asaj se ajo u mbët prej personit që solli në jetë, pra nga nëna e saj. Një jetë e re, një fillim i ri. Kështu do të duhej të nisë rrugtimi një foshnje të përsalindur në Ferizaj. Por, ende pa arritur të marrë frymën e parë të jetës jashtë barkut të nënës, gjithçka mori drejtim tragjik. Brenda ambienteve të emergjencës, aty ku zakonisht luftohet për jetë, këtë herë një jetë sapo ardhur nuk arriti të mbijetoj. Brenda këtij objekti dyshohet se ka ndodhur një krim, ku në tualetin e këtij spitali, foshnja është gjetur në gjendje të rënduar e hedhur në koshin e plehrave. Spitali i përgjithshëm i Ferizajt ka reaguar lidhur me ngjarjen e ndodhur në hapësirat e shërbimit emergjent, duke sqaruar detajet e ngjarjes, në të cilën dyshohet se ka gjesht vetë nëna. Pacientja fillimisht ishte paraqitur me ankesa për kapslëk dhe më pas ishte futur në tualet, ku edhe ka ndodhur incidenti. Sipas spitalit, stafi mjekësor ka reaguar menjëherë pasi janë dëgjuar zëra foshnjeje, duke ndërhyrë dhe duke konstatuar një situatë të rëndë brenda tualetit. Pas konstatimit të rastit, policia e Kosovës është njoftuar menjëherë dhe ka dalur në vendin e ngjarjes. Sipas tyre, rasti është iniciuar si vrasje gjatë lindjes. Me vendim të prokurorit, foshnja është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksion, për procedura të mëtutjeshme hetimore, derisa e dyshuara ndodhet në Spitalin e Ginekologjisë në Ferizaj, për shkak të gjendjes së saj shëndetësore. Nga prokuroria është konfirmuar nisja e procedurave hetimore, duke theksuar se në këtë fazë nuk mund të jepen më shumë informacione, pasi rasti është ende në proces hetimi. E pikërisht gjatë raportimeve për këtë rast, ku dyshohet se një nën ka mbytur foshnjën e saj të sapo lindur, ekipi i Mediumit Klan Kosova, më saktësisht gazetarja Qendresa Tërshani dhe kameramani Arben Restelica janë sulmuar. Ata po raportonin nga prelezi muagjerve kur situata ka eskaluar. Në pamjet e gjyruara nga vetë ekipi, shihet një burr që u thën dhunshëm kamerën. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka dënuar këtë rast dhe ka njoftuar se akti është paraqitur në polici. Restelica ishte duke zgjeruar në një ambient publik kur u sulmua. Një akt i tillë është i papranueshëm, vën në rrezik sigurinë fizike të gazetarëve dhe pengon punën e lirë të tyre dhe mediave. AGK-ja fton policinë e Kosovës dhe prokurorinë që të ndërmarrë masat menjëhershme për identifikimin dhe arrestimin e sulmuesit dhe vënien e drejtësisë për këtë rast, thuhet në reagim. E shumë reagimet të pamuatura e stërmbushura me keq informim dhe dezinformata rreth vaksinave, duket se po ndikojnë tek disa prindër që të mos imunizojnë fëmijët e tyre. E si rezultat të raste aktive po numërohen mes të miturve të prekur nga fruthi. 5 nga ata janë hospitalizuar e njëri gjendjen e ka të rëndë. Vaksina kundër fruthit u jepet 2 herë fëmijëve. Një në muajin e 12 dhe tjetra në moshën 5 vjeçare sipas kalendarit të vaksinimit. Por jo të gjithë prindërit po i dërgojnë fëmijët e tyre për të marrë këtë shërbim. Kjo për shkak të hezitimit që ata kanë nga dezinformatat që qarkullojnë në rrjetet sociale. Njëra nga ato është se kënd se vaksina e fruthit po shkakton spektrin e autizmit. Dezinformat kjo që kundërshtohet vazhdimisht nga organizata botërore e shëndetësisë. Së fundmi në Kosovë janë 8 raste aktive me froth, ata dyshohet se ishin të pavaksinuar. Deri më tani kemi 8 raste të konfirmuara me morbill, ndërkohë që për momentin në klinikën infektive janë duke u trajtuar 5 raste, përfshirë edhe rastin i cili është kthyer nga mjekimi intensiv ku ka qenë për disa ditë për shkak të një komplikimi të rëndë nga smundja, pra gjithsej tash për tash janë 5 raste. Njëri nga ata ishte në gjendje të rëndë e i shtruar në intensiv për disa ditë. Në përgjithësi, të gjitha rastet kanë pas një klinik apo një gjendje shëndetësore duke shkuar ka gjendjet e rënda. Njëri prej tyre, pra si që thash, ka pas komplikim mjaft të rënd në sistemin respirator, ka fituar pneumotoraks dhe është dashur të trajtohet në mjekimin intensiv të klinikës së pediatrisë.
pastaj është kthyer tek ne për të vazhduar trajtimin më tutje. Nga komuna e Prishtinës vazhdimisht përmes fushatave të ndryshme bëjnë thirrje për ndërgjegjësimin e prindërve, derisa bëjnë thirrje për vaksinim jo hezitim. Shumë e rëndësishme që fëmijët tonë t'i kenë të gjitha vaksinat e marruna sipas kalendarit të vaksinimit. Ne dhe njësia për vaksinim, po edhe institucionet tjera, qendrat e mjekësisë familjare, në vazhdimsi realizojmë sesione informuese me prind, përmes broshurave informuese dhe kërkesave për përmbajtjen e kalendarit të vaksinimit, prononcimet përmes medjave dhe rrjeteve sociale. Sipas Gashit, numri i fëmijëve që po vaksinohen kundër fruthet është rritur për 10%. Në vitin e kaluar, them se fala angazhimeve, telefonatave nga punëtorët tanë shëndetësor, takimeve, broshurave, këto që përmenda, kemi pas një rritje prej 10% të numrit të përgjithshëm të vaksinuarave me vaksinën kundër fruthit. Dhe nuk kemi ndalur me kaq, kemi vazhduar prapë dhe vazhdojmë edhe sot e kësaj dite që të bëjmë thirrje dhe të kërkojmë nga qytetarët që t'i sillin fëmijët për vaksinim kundër fruthit. Sipas organizatës UNICEF, vlerësohet që gjatë 50 viteve të fundit, vaksina kundër fruthit ka shpëtuar 94 milion jetë, shumica dërmuese e tyre fëmijë. E të hospitalizuar mbeten 56 student nga Akademia e Sigurisë në Tiranë që janë helmuar, pasi që dyshohet se gjatë drekës kishin konsumuar ushqim të kontaminuar brenda akademisë. Për këtë u arrestuan 2 punëtorë dhe në kërkim është 1 person. Nga këto përgatiten për t'i shërbyer shtetit, por 56 studentë shqiptar të Akademisë së Sigurisë për Podec në Tiranë u hedmuan nga ushqimit të mërkurën. Ata u paraqitën me simptoma hedmimi në shërbimin infektiv, pas dyshimeve se kishin konsumuar ushqim të kontaminuar brenda ambientit të akademisë. Studentët u shfaqën në spital për ndihmë mjekësore dhe vetëm 2 prej tyre u shtruan, ndërsa të tjerët u liruan në gjendje të mirë shëndetësore. Akademia e Sigurisë ka një kontratë me një kompani private që ofron shërbimin e ushqimeve për 3 vaktet për studentët. Pas rastit është arrestuar teknologu dhe kuzhinjeri i kompanisë, derisa është shpallur në kërkim administratorja. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për veprën penale, importimi, prodhimi, shitja dhe ruajtja e ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve. Para mediave fudi administratori i Akademisë së Sigurisë që tha se kontrata me kompaninë e ushqimit ishte e re. Kjo është një kontratë e re që kemi, po ka pasur dhe kontratat më parshme kompania. Dhe nuk e di pasaj të tjerat, se s'kam qenë në këtë. Por që janë marrë të gjitha masat, po presim tani që të dali analizat, aktet e analizës. Me shëndetin publik kanë ardhur përsëri prapë shëndetit publik kemi thirrur, po marrin prapë analizat e studentëve dhe tash mbas kësaj që të shikojmë se si është ecuria e tyre. Ka qenë formë lehtë. Siç raportojnë media shqiptare, helmimi erdhi pas ngrënies së drekës. Atë ditë në menu kishte pasur sallat perimesh të ziera, makarona gjell me patate, mish e pemë, derisa dyshohet se perimet ishin shkaktar të helmimit. Pas ngjarjes janë marrë mostra të ushqimit për analiza laboratorike, ndërsa ka nisur hetimi epidemiologjik nga Instituti i Shëndetit Publik dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Vijojmë informacione nga vendi, është arrestuar edhe i dyshuari i dytë për vrasjen në Gjakovë që ndodhi 2 ditë më parë. Policia njoftoi të ejtën se ka identifikuar të dyshuarin dhe ka dërguar në mbajtje për 48 orë. Pas një pune hetimore në lidhje me rastin është identifikuar dhe arrestuar i dyshuari i dytë mashkull kosovar dhe i njëjti pas intervistimit me vendim të prokurorit dërgohet në mbajtje për 48 orë thuhet në raportin e policisë së Kosovës. Ndërsa i dyshuari i parë është dërguar në paraburgim për 30 ditë. Ndërsa 6 persona janë arrestuar këtë ejtë pas aksionit të Departamentit për krime të rënda në koordinim dhe bashkëpunim me Inspektoratin Policor të Kosovës dhe Drejtorinë për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsion. 2 aksionet të ndara ishin zhvilluar në disa lokasione në Prishtinë, Fushë Kosovë dhe Obiliq. Sipas njoftimit, aksionet u realizua në bazë të urdhëresës së gjykatës themelore në Prishtinë për mbastisjen e 5 personave zyrtar dhe 2 personave civil të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale.
Të dyshuarit po hetohen për disa vepra penale, përfshirë keshpërdorimin e pozitës apo autoritetit zyrtar, shkeljen e fshehtësisë së procedurës, marrjen e deklaratave me anë të shtrëngimit, keshpërdorimin e informatës zyrtare, mashtrim, legalizimin e përmbajtjes së rreme, marrjen e rishfetit dhe dhënien e rishfetit. Ndërkohë, Bashkim Shaqiri, zyrtar në Agjencionin Katastral të Kosovës, i ndaluar dje nga prokuroria, të cilin e përfaqësoi nuk i është saktuar masa e paraburgimit nga gjykata dhe do të vazhdojë në procedurë të rregullt. Besimi jo në pajësinë e tij është i palikundur dhe presim që kjo të vërtetohet në këtë procedurë. Trajtimi i zyrtarëve të shtetit duhet të bëhet me integritet dhe me ruajtjen e sigurisë juridike, në mënyrë që të garantohet ushtrimi i autorizimeve të pozitës zyrtare pa frikë dhe presion, ka thënë avokatja Majlinda Sadikaj. Ndërkohë, një vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që komunat të mbulojnë pagesat për stafin mbështetës të angazhuar në procesin zgjedhor, saktësisht mirëmbajtjen e shkollave, kanë nxitur reagime nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Ata kanë ankesa ndaj KQZ-s për këtë që e quajnë barr financiare. Në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit, komunave po ju shtohet një barr financiare. Komisioni Qendror Zgjedhor në Kosovë po obligon ato të mbulojnë pagesat për stafin mbështetës të angazhuar në proces. E kundër kësaj ka shkuar një ankesë te Asociacioni i Komunave, siç njofton drejtori ekzekutiv Sazan Ibrahimi. Asociacioni i Komunave të Kosovës ka marrë kërkesë nga kryetarët e komunave dhe në emër të kryetarëve neve kemi bërë një kërkesë drejtuar KQZ-s që gjatë procesit zgjedhor, domethënë 2-3 ditë, ku punëtor teknik, cilët normal menaxhohen nga komunat, janë të angazhuar në procesin zgjedhor që barrën financiare ta mojë KQZ-ja. Për AKK-n, kjo s'ka asnjë kuptim. Këtë çka po bën KQZ-ja ndaj komunave është njësoj si komisionerët cilët delegohen nga partitë politike, mos t'i paguajë KQZ-ja, por t'i paguajnë partitë politike. Pra edhe pse punëtor teknik janë punëtor të komunave, mirë po ata janë të angazhuar për procesin zgjedhor. Megjithatë, njëri nga kryetarët e komunave që i përket partisë në pushtet, vetvendosje, Halil Thaçi Obiliqit, po thotë se kjo punë s'duhet bëhet aq e madhe. Gjë të cilën vazhdimisht komunat e kanë pagu, dhe natyrisht që çdo komunë ka për obligim mirëmbajtjen e shkollave. Prandaj nuk është ndonjë kosta për të bërë kaq e madhe politikisht. Ai shpreh gatishmëri të plot për ta plotësuar kërkesën e KQZ-s. Gjithmonë janë paguar ata që kanë punuar mjaftorit të punës, mirëmbajtësit e shkollave, dhe natyrisht që unë mbështes këtë kërkesë nga KQZ-ja, sepse është obligimi ynë që ti mirëmbajmë shkollat. Në anën tjetër, nga komuna e Ferizajit thanë se janë në linjë me asociacionet e komunave, derisa zëdhënësi KQZ-s, Valmir Elezi nuk pranoi të deklarohet lidhur me këtë çështje. Ndërkohë, KQZ ka pranuar njoftimin për pjesëmarrje në zgjedhje nga 20 parti politike, derisa dita e sotme pati zhvillime me subjekteve politike. Ish-nënkryetaria e Kuvendit Aida Dërguti i është bashkuar PDK-s, ndërsa me Vjosa Osmanin u rreshtua ish-deputetja e vetvendosjes Jeta Statovci. Para 5 viteve ishte pandashme nga Vjosa Osmani gjatë aktiviteteve të saj. Me numër 17, Jeta Statovci. Përveç në 2021, deputetja nga partia Guxo Jeta Statovci garoi dhe u zgjodh edhe në 2 palë zgjedhje parlamentare të vitit të kaluar. Mirë po tash me 7 qershor, kjo nuk do garoj në logon e lëvizjes vetvendosje, por në listën e ish-presidentes, njoftoi kjo e fundit. Kur kanë mundësit, na dëshmojnë nëse i kanë numrat apo jo. Edhe dikur një ish bashkëpunëtore Albin Kurtit në LVV, Aida Dërguti, pritet që të rikthehet në garen elektorale. Mirë po tash si pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës, njoftoi kreu i partisë, Bedri Hamza, këtë të njëjtë. Pas fiks një muaji, qytetarët do ta kenë edhe Partinë Socialdemokrate si opsion në fletvotim.
Edhe ky subjekt që s'mori pjesë në 3 palë zgjedhje, por i kthehet për të garuar për opozit. Ne besojmë që Kosovës ma shumë se kurrë i duhet një opozit. Na besojmë që tashmë u konsumu çdo deklarat besim që një opozitë e re po vjen duke i ndru ftyrat e opozitës. Prej Lumir Abdigjiku dhe deri te Bedri Hamza kemi pa vetëm ndrim të figurave në partitë opozitare. Opozita nuk e kryen punën e vet as formalisht. E deri në mesnatë partitë politike kanë afat që ta njoftojnë KQZ-n për pjesëmarrje në zgjedhje. Deri më tani, pra kur po flasim e ajte në orën 12, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kemi pranuar njoftimin nga disa parti politike, rrjedhimisht 20 parti politike kanë njoftuar pjesëmarrjen në zgjedhje, 5 të tjera mos pjesëmarrjen, si dhe një koalicion të përbërë nga 2 parti politike. Ndërkohë Partia Demokratike e Unitetit, Balli Kombëtar i Kosovës, Lëvizja Qytetare Vatra, Bashkimi për Ndryshim Ana Morava dhe Partia Drejtësisë e njoftuan KQZ-n që nuk do jenë pjesë e zgjedhjeve. Afati formal për aplikim për të certifikuar për zgjedhjet e parakohshme është data 10 maj. Vjosa Osmani ja mori një ish deputete, por kryeministrin e detyrë Albin Kurti po ikën komenteve direkte për të. Megjithatë, ai sot ka folur indirekt për kandidimin e saj për presidente, duke dhënë një interpretim mbi dëshirat dhe faktet. Këtë e bëri nga Malisheva, ku nisën punime për një projekt. Letë punojnë me çka dinë mundën dhe ju dëshiroj sukses. Për garën e tyre të përbashkët, tha se i uron vetëm suksese. Mirë po kandidimi i Vjosa Osmanit për presidente në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, për Albin Kurtin është vetëm dëshirë e tyre. Por duhet ta keni parasysh që për këtë gjë nuk vendos as një kryetar partie, as një pretendent për çfarë do posti, për këtë vendos populli. Dhe mos harroni që ka vendos populli para 4 muajsh. Njerëzit kanë dëshira, dhe kjo është normale, po nuk duhet me ngatru dëshirat me fakte. Kryeministri në detyrë vuri theksin tek 51.1% i 28 dhjetorit dhe numri të madh të deputetëve që fitojnë në kuvend. E synimi i tij thas që është ta kaloj atë me 7 qershor. Kemi zgjedhje të përsëritura që nuk ka qenë thënë të mbahen, mirë po me që bojkotoi opozita, me që nuk dëshiron të ishte as minimalisht konstruktive, ja po shkojmë edhe një herë drejt 7 qershorit për ta përsëritur te kaluar 28 dhjetorin. E kur u pyet rreth vendimit për shtyrjet e aktgjykimit nga specialja, ripërsëriti se beson në pafajësinë e shkrerëve të UÇK-s. Pra ne besojmë në drejtësinë e UÇK-s dhe në pafajësinë e krerëve të UÇK-s, të luftëtarëve të saj, të cilët vazhdojnë që të mbahen në burg padrejtësisht në Hag. Këto komente shefi në detyrë i qeverisë i bëri pasi nisi punimet për rikonstruktimin e segmentit Kiev-Malishev, projekt që ka vlerën prej 2.4 milion eurosh dhe që përfshin rehabilitimin e mbi 11 kilometrave rrugë. Kurti mori pjesë edhe në një aktivitet organizuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë në prag të ditës së Evropës. Për BE-n pati një porosi konkrete, por përgjigjen e mori aty për aty. Në prag të ditës së Evropës, një organizim i bëri bashk. Zyra Bashkimit Evropian në ngjarjen për 9 majin të ftuar pati edhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti. E për BE-n, ai pati një kërkesë mjaft specifike, atë për statusin e vendit kandidat. Për Kosovën, Bashkimi Evropian nuk është një realitet i largët apo një grup standardesh që duhen përmbushur. Ai është shtëpia natyrore e shoqërisë sonë, korniza e reformave tona dhe ardhmja e qytetarëve tanë që tashmë është zgjedhur. Madje këto evropianëve ju kërkoi më shumë punë në këtë drejtim. Ne jemi pjesë e planit të rritjes, ku po bëjmë çdo përpjekje për të zbatuar secilin hap. Ne përballemi me disa sfida këto, siç e dini mirë, me ligje që ende duhet të miratohen nga kuvendi. Muajin e kaluar, më 15 prill, shënuam 40 muaj që kur dorëzova aplikimin ton për antarësim në Prag. Por ushtruesja e detyrës së shefës së zyrës së BE-s në Kosovë, Eva Palatova, ja bëri një gjë të qartë Kurtit.
E di, zoti kryeministër, që ju dëshironi që BE-ja të ecë përpara me aplikimin për antarësim, të cilin e dorëzua gjatë presidencës çeke në Prag. Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar që të arrini këtë synim të radhës, por më lejoni të jemi sinqert. Brukseli nuk mund të jap thjesht statusin e kandidatit. Ju duhet të bindni 27 shtete anëtare. Përveç për rrugën drejt BE-s, shefja kësaj zyre pati porosi edhe për një çështje të brendshme. Së dyti, shpresojmë të shohim një formim të shpejtë të institucioneve. Një qeveri e bazuar në një shumicë të fortë në kuvend e aftë të gjeneroj kompromise të fuqishme ndërpartijake, të zgjedhë një president dhe të avancoj me agendën e reformave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dorëzuar zyrtarisht aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian rreth 3 vite më parë. E një ish deputet nga partia Albin Kurtit në emisionin frontal me Arsim Ljani në të 7, ka ndarë disa gjëra nga takimi kryeministrit në detyrë me liderët opozitar Bedri Hamza dhe Lumir Abdigjiku rreth presidentit. Sipas tij, të dy s'kan pranuar të negociojnë me emrin e Vjosa Osmanit për këtë post. E kanë po qytetarët edhe mund të them lirisht se ky manipulim nuk ka lënë. A di për çka? Ata kanë mujt çato 15 shkrime, kandidatja jonë është Vjosa Osmani. Atëherë kishte gjetur vërejtje më thonë që shiko se nuk kanë të freskëta, se nuk kanë me datën si pse nuk e provon. Pse nuk e provon? Pse nuk e provon? Tasha do të më provu vazhdimisht. Jo, a di për çka? Sepse në takimet e para që kanë ndodhur iniciuese për këtë temë, të dy partitë politike, të dy liderët, për të vetmin kandidat kanë thonë që nuk diskutojmë, është Vjosa Osmani. Është e përjashtune, e eliminune. Kush kanë thonë kështu? Bedri Hamza edhe Lumir Abdigjiku, në takimet që janë bajt fillestare. Në takimin me Albin Kurtin? Po, me Albin Kurtin, sepse në atë kohë ju kujtohet nuk ka pas asë një lloj propozimi, ka qenë Vjosa Osmani që ka shfaq ambicje edhe pretendime për qenë edhe një. Lumir Abdigjiku ka thonë që nuk e përkrahemi. Kjo ka qenë Albin Kurtit. Në prezencë të Albin Kurtit. Nëse Albin Kurti ka thonë pas nëse përkrahemi. Jo, dëgjoj. Albin Kurti nuk ka thënë as e përkrahemi, as nuk e përkrahemi. Në dorë Albin Kurti Vjosa sa ishte presidenti. Sepse ne kemi pas vetë 66 vota. Dhe ne kemi një parimin që mos të marrin shkas partitë politike opozitare e të thonë po na qit një para aktit krye. Nuk e kemi lënë ata që të propozojnë. Se të përfundojnë punën e presidentit. Përkaq sot në mbledhjen e zyrës së rregullatorit për energji janë miratuar 3 pika që lidhen me tarifat e energjisë elektrike për vitin 2026, të cilat nuk do të kenë rritje si vjet. Kemi tarif ditë natë dhe bloqet, me qenë se realisht tarifa me bloqet dhe tarifa ditë natë mundohet që të përcjell edhe kostën e furnizimit në mënyrë që konsumatorët të paguajnë më drejt kostën e furnizimit me energji elektrike. Po gjithashtu edhe ky proces, siç e theksuar edhe nga departamenti, do duhet të ishte një proces që shkon përmes një diskutimi publik ku janë të përfshira gjitha palët në mënyrë që të kemi një ndryshim kaq të madh, të kalohet nga një tarif me bloqe në një tarif pa bloqe, që këtë proces nuk e ka kalu këtë fazë, prandaj konsiderojmë që struktura që ka qenë e aprovu në vitin kaluar të mbetet fuqi edhe për këtë periudhë tarifore pa ndryshim, pa rritje siç ka qenë vitin e kaluar. Atëherë po e hedhim votim, kush është për? Ndërrojmë tani temë në 28 vjetorin e rënies së herojit Bahri Fazliu. Veprimtari u kujtua dhe u ndërua nga familjarët, bashkëveprimtarët dhe krerët të shtetit dhe partive. Herojit Bahri Fazliu dhe gjithë trarëve për liri, herojnë heshe. Qëndrimi paravarit të një heroi e ktheu në rodjen e komandantet. Ramush Haradina i shoqëruar me bashkëqëftëtarë nderuan me homazhe Bahri Fazliu në 28 vjetorin e rënies së tij. Pas homazheve, a i tha se Fazliu ishte pasuesi përpjekjeve për liri. Themelushi u çkësh, krijuesi idesh së luftës, edhe pasues përpjekjeve për liri të hershme të kombit shqiptar, të vllaut Fahriut, të Afrimit, po edhe shumë tjerëve, i paharum kujtimi, jeta dhe vepra i përjetshëm pra
kujtimi për Bahrin, herojnë e kombit Bari Fashdeu Lavdi. Shumë familjar bashkëveprimtar të tij e politikan e nderuan figurën e tij. E motra Farije Fashdeu e kujton vëllaun mes emocionave si atë dashës e shpirt artiste. Shumë jam krenare për Bahriun, është një vëllau, kam një vëllau shumë i zgjuar, një vëllau i dashur, o kam luftetar, o kam për atë dheun, vetëm pak më vjen pak se ka prit këtë ditë, këtë liri, e ka pash atë që gëzuar për me... Kujtimin për Fashdeu'n e kanë ende të freskët edhe ata që dikur i kishte në krah. Valjar Murati, bashkëveprimtari i tij, thotë se ai bashkë me dëshmorët e tjerë janë arsyeja e lirisë. Sigurisht që ne sot jemi të nderuar, të pikëlluar, të emocionuar, duke kujtu këtë figurë të madhe të luftës sonë shërimtare, sepse ai natyrisht me punën dhe veprën e tij, bashkë me gjithë dëshmorët e tij kanë diku që një pjesë e atij misioni të realizohet, që Kosova s'lirohet. Shokun e mirë po e kujton edhe kryetari i Rahovesit Smajli Atifi. Në atë botë, dy kishin kontribuar në çështjet kombëtare. Dhe porosia e tij është që interesi i përgjithshëm, interesi i atë dheut, interesi kombëtar është mbi të gjitha, edhe në këto rrethona ne vuajmë edhe sot e kësaj dite nga një njeri që është i kompletuar me gjitha virtytet njerëzore, morale, kombëtare, atletare. I praneshëm për homazhe ishte edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Afër varrit të herojit ju kushtuan edhe poezi nga fëmijë. Kalojmë tani në çështje ndërkombëtare. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio